Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Synimi im është të përgatis gjithmonë receta të thjeshta, të shpejta, tradicionale, të cilat mund t'i përgatisni thjesht në shtëpinë tuaj. Fillojmë pa humbur kohë me recetën e radhës. Në tenxhere do shtojmë 20 ml vaj ulliri, një qep do ta presim holl, 500 gram mish viçi dhe do t'i skuqim bashk. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhi një sy faqes dhe nëse ju pëlqen mund të bëni subscribe, kështu do të njoftoheni për çdo recet të re të postuar. Gjithashtu ju ftoj ta ndiqni videon deri në fund për të parë videot virale dhe më të pëlqyera nga ju. Pasi mishi dhe qepa janë skuqur, do shtojmë erëzat, kri, piper të zi, pak rigon sipas dëshirës, spec të kuq, hudhër dhe sigurisht ujë. Tenxherën do ta vendosim që të zjej mishi. Ndërkohë do mbushim një gotë të madhe me oriz. Orizin e vendos gjithmonë me mas dhe do ta lajmë, do ta pastrojmë shumë mirë, nuk e di për ju, unë gjithmonë e laj orizin dhe pasi kemi vendosur 2 lugë vaj ulliri në tigan, orizin do ta skuqim për pak minuta derisa të marrë ngjyrë të artë. Edhe pas skuqur mund ta përgatisni, ndoshta do ju kërcej kohë, por merr një shije shumë herë më të mirë nëse orizi skuqet. Pasi ka marrë pak ngjyrë, si tregohet në video, keni kujdes pa e djegur, e vendosim atë në tavën e pjekjes. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë mund të ma shënoni në koment. Pasi kemi vendosur orizin, mishi ka zirë tashmë, vendosim edhe mishin, lëngun e tij, ujë në bazë të masës së orizit. Orizi që unë kam përdorur e kërkon raportin 1:3. Pra raporti ujit është shumë i rëndësishëm dhe varet edhe nga lloji i orizit. Tavën do ta pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Shikoni pak se çfarë ngjyre fantastike ka marrë, është kaq shijshëm dhe i ngrohtë, shijon kaq shumë. Si ju duket si recetë? Nëse ju pëlqen, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Bashkë do dëgjohemi në recetën e radhës.